Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një pite me spinaq dhe djath. Unë këtë pite e kam përgatitur me spinaq, por ju mund ta bëni mbushjen sipas dëshirës suaj. Le të nisim tani pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Përgatitjen e pites me spinaq, në këtë rast do të ndjekim një metodë pak ndryshe. Nëse doni që në fund fare pitja të dalë njësoj sikur e keni përgatitur me brumë sfoliat, atëherë ju sugjeroj që ta ndiqni këtë video dhe në fund fare do të përgatisni një pite shumë të butë, të shkrifët. Në fillim do të përgatisim brumin për këtë pite. Për përgatitjen e brumit, në një tas kam shtuar një lugë çaj maja të freskët, pra shumë pak maja. Mund të shtoni në vend të majas së freskët edhe gjysmë lugë çaji me maja të thatë. Është pikërisht përdorimi i majas që e bën këtë pite në fund të duket sikur është përgatitur me brumë sfoliat. Më pas tek tasi do të shtojmë edhe ujin e ngrohtë. Kam shtuar në total në këtë rast një gotë plot me ujë të ngrohtë. Kam shtuar pothuajse një lugë gjelle me gjalp dhe më pas kam shtuar një lugë çaj me krip. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku derisa maja të tretet dhe në këtë pikë do të shtojmë edhe mielin. Për një gotë me ujë, unë kam shtuar rreth 3 gota me miell. Mielin e shtojmë pjesë duke punuar dhe brumin me duar, derisa në fund fare të përftojmë një brumë që nuk na ngjisin duart. Brumin e punoni vazhdimisht me duar për të paktën 3 ose 4 minuta, dhe pasi brumin e keni punuar mirë, tani brumin e lëm të pushojë për të paktën 15 deri në 20 minuta. E vendosim tek tasi, e lyejmë me pak vaj dhe sipër e mbulonim me një kapak ose me qese kuzhine, edhe ndërkohë që brumi pushon, ne do të përgatisim mbushjen për këtë pite. Për mbushjen unë kam përdorur spinaq, i cili në këtë rast është spinaq i ngrirë, por mund të përdorni dhe spinaq të freskët. Unë kam përdorur rreth 350 gram spinaq të ngrirë, të cilin e kam hedhur në një tas. Më pas tek spinaqi kam shtuar edhe një tas të vogël me qep të njoma të grira. Kam shtuar tek spinaqi dhe tek qepët edhe djath të bardhë, diku te 150 gram djath të bardhë. Mund të shtoni edhe pak djath kaçkavall nëse doni. Në vend të djathit mund të përdorni dhe gjizmë. Do të shtoni pak krip. Kam shtuar diku te 3-4 lugë gjelle me kos. Më pas në tas do të shtojmë edhe një kokorvez. Të gjithë përbërësit i trazoj mirë dhe tani mbushjen e keni gati. Nëse spinaqin e keni të freskët, atëherë spinaqin e grini imët, mund të jepi një kaurdisje të lehtë dhe më pas të shtoni përbërësit e tjerë. Duke qenë se unë kam përdorur spinaq të ngrirë, këtë proces nuk e kam bërë, pra thjesht përbërësit i kam përzier kështu siç e shikoni në video. Dhe tani mbushjen e kemi gati, edhe brumi i byrekut ka pushuar ashtu siç duhet, dhe tani brumin do ta marrim dhe do ta ndajmë në 2 pjesë. Pra për përgatitjen e kësaj piteje na duhen 2 kulesh të mëdhenj. Madhësia e kulaçit duhet të jetë e tillë që nëse hapni një petë të madhe, peta duhet të jetë e madhe mjaftueshëm, aq sa ç'është dhe madhësia e tepsisë ku do të përgatisni piten. Pasi ndani brumin në 2 kuleç, tani secilin kulaç do ta hapim duke përdorur pak miell, duke përftuar një petë të madhe, pothuajse sa madhësia e tepsisë. Dhe pasi e hapni petën deri në këtë pikë, tani petën do ta presim pothuajse në 6 pjesë, siç e shikoni dhe në video, duke lënë një hapësirë në mes. Pjesën e mesit do ta lyejmë me pak vaj, cilin mund ta përzini edhe me pak gjalp të shkrirë, dhe më pas procesin do ta bëni njësoj si në video, duke i vendosur të gjitha pjesët e prera të petës njëra sipër tjetrës. Dhe të gjitha pjesët e petëve do t'i lyejmë me vaj, siç tregohet në video, duke vendosur njëra mbi tjetrën. Edhe kur mbërrim në fund, pjesën e fundit do ta lyejmë me vaj, dhe tani të gjithë të masën që përftuam në fund do ta vendosim në një pjatë, e mbulonim me një qese kuzhine
dhe e lëmë që të pushoj derisa ne të hapim petën e dytë. Edhe procesi për petën e dytë do të jetë njësoj siç vepruam për petën e parë. Dhe më pas, kur keni hapur të dyja petët, i lëmë edhe 10 minuta që të pushojnë. Dhe tani, pas 10 minutash, mos harroni që të hapni furrën dhe ta lini që të nxehet në 180 gradë Celsius, dhe ndërkohë do të lyejmë edhe tepsin me pak vaj ku do të përgatisim piten. Dhe tani, secilën nga petët që formuam, do t'i hapim në tavolinë me duar, duke lyer her pas here pak duart me vaj, nëse keni problem gjatë hapjes së petës, dhe kur petën e keni hapur sa që është madhësia e tepsisë, e hedhim petën në tepsi dhe do mundohemi që pjesët anësore të petës t'i ngrejmë pak në mënyrë që kur të hedhim mbushjen me spinaq, mbushja të mos na dalë jashtë byrekut. Pasi kemi hedhur petën në tepsi, sipër do të hedhim mbushja me spinaq, e niveloni mirë dhe më pas do të hapim edhe petën tjetër për pjesën e sipërme të pites. E hapim petën pothuajse sa madhësia e tepsisë. E hedhim në tepsi dhe e nivelojmë mirë. Do të mbyllim pjesët anësore të pites, dhe tani, po të doni, piten mund ta prisni në pjesë, sipas formave që dëshironi, dhe më pas sipër ta lyeni me pak vaj. Kur piten e keni gati, e fusim në furrë dhe lëmë që të piqet për të paktën 30 ose 35 minuta në 200 gradë Celsius. Dhe pas 35 minutash do të shikoni që pitja ka marrë sipër ngjyrën e pjekjes dhe tani piten e keni gati. E heqim nga furra, e mbuloni me një pecet kuzhine dhe pitja është gati që ju ta servirni me familjen tuaj. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani për miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.